Gjergjinika do të kandidojë për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetar të Bashkisë së Vlorës më 9 nëntor. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Nika nëpërmjet një deklarate, ndërsa vjen si një alternativë për qytetarët e Vlorës. Kandidoj në zgjedhjet e pjesshme vendore në Vlorë sepse pavarësisht se janë zgjedhje për pushtetin vendor, në të vërtetë janë zgjedhje thellësisht politike. Vlora ka nevojë për një përfaqësim të vërtetë, të ndershëm dhe të përgjegjshëm. Vlora nuk është një bashki që thjesht menaxhohet, është një qytet që duhet çliruar nga interesat e ngushta, kapja politike dhe ekonomike, korrupsioni dhe klientelizmi, që e ka mbajtur peng prej gati 30 vitesh, shprehet Nika. E majta e ka kthyer Vlorën në një pronë private, ku pushteti nuk u shërben qytetarëve, por miqve të pushtetit. Tenderat, emërimet dhe vendimarrjet, gjithçka sillet rreth një qarku vicioz interesash, ndërsa qytetari i zakonshëm është i pafuqishëm në shfaqjen e përditshme të arrogancës dhe abuzimit. Nga ana tjetër, e djatha pothuajse është zhdukur nga harta politike e qytetit. Prej vitesh, demokratët në Vlorë janë tallur e nëpërkëmbur me kandidatë të imponuar që nuk kanë as edhe një lidhje me Partinë Demokratike, me historinë e saj dhe me qytetin ton, me të djathën apo me parimet që përfaqësojmë. Vijon mëtej deklaratën kandidati i pavarur për Bashkinë e Vlorës, kandidat që kanë qenë produkt i pazareve të leadershipit dhe enturazhit të tij, jo i vullnetit të demokratëve të vërtet. Unë kam qenë aktiv dhe i angazhuar në Këshillin Bashkiak, një zë i fortë dhe i pandikuar në mbrojtje të qytetarëve vlonjat, të drejtave të tyre dhe interesit publik. Edhe kur të tjerët heshtin, kam qenë gjithmonë në krah të njerëzve të ndershëm që duan një qytet më të mirë, më të drejtë dhe më të lirë. Sot kandidoj sepse nuk dua ta shoh më qytetin tim pa zë dhe demokratët pa dinjitet. Kandidoj sepse nuk dëshiroj që Partia Demokratike të zhbëhet nga individ grotesk. Kandidoj sepse në këto vite, kryesia e degës lokale të Partisë Demokratike ka larguar sistematikisht njerëzit më të aftë, më të përkushtuar, më të ndershëm dhe më të lirë, për të mbajtur afër vetëm të bindurit dhe idealistët, idealizmin e të cilëve e përdor. Kandidoj sepse nuk dua të shoh më Vlorën peng të një partie që zgjeveris do ndryshe verse për klientët e saj, dhe as të një opozite që ri në radhë për emërime, jo për ideale. Sot Vlora ka nevojë për një alternativë të re, për një kandidaturë që nuk ndan, por bashkon. Unë jam kandidati sot dhe nesër, kryetari përbashkues për të gjithë qytetarët e Vlorës që për shumë kohë nuk kanë pasur zë dhe përfaqësim. Do të jem zëri të gjithë atyre që janë lodhur nga servilizmi, nga pazaret, nga fytyrat që nuk ikin kurrë. Do të jem kandidati sot e kryetari nesër i qytetarëve, jo i pazareve, ndaj ftoj të gjithë qytetarët e paangazhuar, opozitarët e sinqert, demokratët e vërtet dhe të majtët e zhgënjyer të më bashkohen në këtë përpjekje për ta kthyer Vlorën në një qytet që i përket qytetarëve, jo klientelës politike. Një qytet i lirë fillon me një votë të lirë, përfundon deklaratën e tij Nika, kandidati i pavarur për kryetar të Bashkisë së Vlorës. Njohës i mirë i ekonomisë dhe financave, është një zë i fuqishëm në Këshillin Bashkiak të Vlorës nga radhët e opozitës.